Në galerinë Guri Madhi në Korçë është çelur një ekspozitë e veçantë kushtuar piktorit të merituar Rafail Dembo në kuadër të 100 vjetorit të lindjes së tij, një aktivitet që rikthen në vëmendje një nga emrat e rëndësishëm të artit pamor shqiptar, i cili për vite me radhë ka mbetur disi në harres. I njohur ndryshe si piktori i dritës, Rafail Dembo ka spikatur për peizazhin e tij, ku në qendër qëndron Korça dhe fusha e saj. Krijimtaria e tij mbart ndikime të dukshme nga shkolla sovjetike, pasi ai ishte ndër artistët e parë shqiptar që studiojnë në Ish-Bashkimin Sovjetik. Kjo ekspozitë vjen për herë të parë me një koncept të veçantë, duke sjellë për publikun jo vetëm vepra të njohura, por edhe punime që nuk janë ekspozuar më parë. Sipas organizatorit të ekspozitës, Alex Sulioti, kjo është një ndër nismat më të rëndësishme për të rikthyer në galeri piktorët korçar dhe për t'i prezantuar ata tek brezat e rinj. Jemi shumë të lumtur dhe shumë krenare që rikthejmë ciklin e personazheve dhe piktorëve korçar në galeri. Kësaj radhje vjen piktori i merituar Rafail Dembo, ose piktori i dritës, një piktor i cili përkujtojmë me rastin e 100 vjetorit të tij të lindjes. Është një piktor i cili përket shkollës sovjetike, pasi ka qenë nga 100 artistët e parë shqiptar që ka studiuar në Ish-Bashkimin Sovjetik, ka një kontribut të veçantë dhe quhet piktori i dritës pikërisht sepse ai është marrë me Korçën, me fushën e Korçës dhe me peizazhet e veçanta të pikturave. Sulioti thekson se ekspozita kushtuar Dembos është ndër më të veçantat, jo vetëm për vlerat artistike, por edhe për faktin se për herë të parë sjell për publikun vepra të pa ekspozuara më parë, të cilat janë pjesë e koleksionit familjar. Është një nga ekspozitat më të veçanta që ne kemi sjellë në galerinë Guri Madhi, pikërisht sepse piktori Rafail Dembo është i haruar prej vitesh dhe familja e tij nuk kishte pothuajse asnjë ftesë të risillte veprimtarinë e tij. Më është deshur disa kohë të përgatitem të bëj një studim pranë arkivit të shtetit, pranë galerisë Guri Madhi dhe fondit të mbyllur që kemi dhe pranë bibliotekës kombëtare për të gjetur material dhe për të bërë më në fund një shkrim, një portret të tij, të cilin ta sjellim në kohë dhe të njohim brezat e rinj sepse kush ishte ky artist. Është një ekspozitë e cila vjen për herë të parë pasi ka, do thesha, veprimtari në miks, ka afërsisht 15 vepra nga koleksioni mbyllur i familjes, të cilat dalin për herë të parë dhe ekspozohen për publikun dhe ardashësit korçar, po ka dhe disa nga veprat që ne kemi në galerinë Guri Madhi, si nga fondi mbyllur, si dhe nga fondi i hapur ose nga ekspozita permanente që ne kemi këtu. Drejtoresha e Qendrës së Artit dhe Kulturës, Blerta Belliu, e konsideron këtë ekspozitë pjesë të një cikli më të gjerë që synon të rikthejë në vëmendje figurat më të rëndësishme të artit korçar. Sipas saj, ky cikël ka nisur me emra të njohur të artit dhe do të vijojë gjatë gjithë vitit, duke sjellë në vëmendje jo vetëm artistë me vlerë, por edhe personalitete që kanë lënë gjurmë si qytetar dhe kontribues në jetën kulturore. Galeria Guri Madhi, përveç fondit saj të veçantë që ka këtu, për të cilën e rinovon her pas here, ka kënaqësinë të çelë një cikël të portreteve më të njohura, të portreteve të cilët kanë bërë emër të jashtëzakonshëm jo vetëm në Korçë, por edhe përtej saj. E kemi nisur me Evangjur Shtushin, një emër i madh, dhe kemi vazhduar me Rafail Dembon, i cili përkon dhe ky vit 2026 me 100 vjetorin e lindjes së tij. Ai është një figurë e jashtëzakonshme e artit pamor, është një figurë e cila ka frymëzuar dhe piktorë të tjerë, por dhe ne si artistë, cilët e duam veprën e tij, dhe ndërkohë unë dua të them që përveç Rafail Dembos, ne do të kemi përgjatë gjithë vitit njerëz cilët jo vetëm kanë qenë piktorë të vlerë, por kanë qenë dhe qytetarë të jashtëzakonshëm. Kështu që unë besoj që ky cikël do të vazhdojë dhe shumë vite e vite me radhë. E sjell për herë të parë në këtë formë, ekspozita për Rafail Dembon rikthej në vëmendje jo vetëm veprën, por edhe historinë e një artisti që la gjurmë në artin shqiptar, një ftesë për ardashësit dhe për brezat e rinj që të njohin më nga afër piktorin e dritës, i cili përmes krijimtarisë së tij vijon të mbetet një pjesë e rëndësishme e trashëgimisë kulturore.